mundohen që të lidhin kontakte me kompaninë e cila e prodhon ilaçin Trikafta, që është një në botë dhe ka monopol deri vitin 2039, dhe të sigurojnë dozat e para që ishin në fillim, nëse zgabon, 12 pacient që ishin në fazën terminale, kritike për jetën, dhe pam që ata të cilët e konsumuan të parët për 2 muaj patën një rezultat hatashëm të përmirësimit të shëndetit, po edhe të përmirësimit të jetës, të përmirësimit të mbarvajtjes së jetës së tyre. Ata janë njerëz të cilët kanë mbaruar shkollë apo zanate dhe punojnë, po smundja nuk i ka lejuar të jenë aq efektiv në punë. Ndërkaq sot jetojnë pa asnjë problem. Pastaj u ndruan